Voskopoja edhe këtë vit do të ketë turistë shumë për festat e fundvitit. Operatorët turistik bëjnë të ditur se të gjitha hotelet, bujtina dhe shtëpitë pritse janë të rezervuara për Krishtlindje dhe festat e fundvitit, madje rezervimet janë bërë prej 2 muajsh. Një gjë e tillë bëhet me dije nga administratori Voskopojës, Kordhel Zere, si dhe operatorët turistik të krajinës së njohur. Për festat e fundvitit, Krishtlindjet, vitin e ri, është e gjitha e rezervuar. Të gjitha bujtinat, hotelet, shtëpitë mikpritse janë të rezervuara të gjitha. Gatime tradicionale, ngrohtësia, njerëzit e mirë dhe atmosfera që krijon bora gjatë fundvitit. Rezervimet kanë filluar prej 2 muajsh. Mund të themi që janë mbyllur. Kryesisht turistët janë turistë nga Shqipëria dhe pjesa më e madhe janë turistë që vinë nga kryeqyteti, por edhe nga rrethet e tjera të Shqipërisë. Të gjitha bujtinat janë të rezervuara për festat e fundvitit, si dhe të Krishtlindjeve. Interesi është i lartër, kështu që akomodime bosh sot janë të ralla ku mund të gjejmë. Po përveç ushqimit tradicional voskopojar, ku janë gjitha prodhimet e vendit, natyrën, shpresojmë të birë dhe të borë, kemi edhe muzikë. Krahas Voskopojës, rezervime për festat e fundvitit ka edhe në fshatra turistik të Dardhës, Boboshticës dhe Vithkuqit.